Kombëtarja e vajzave ka vijuar përgatitjet për ndeshjen e parë ndaj Walesit, e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2027. Në drejtimin e trajnerit Brima, vajzat kuqezi janë të fokusuara maksimalisht për të përballuar një nga kundërshtaret më të forta të grupit. Tekniku kuqezi theksoi se skuadra është e vetëdijshme për vështirësinë e ndeshjes, por është e motivuar për të dhënë maksimumin dhe për të synuar një rezultat pozitiv. Ne njohim forcën e Walesit, e dim çfarë kundërshtaret kemi përballë, e dim që pretendimet që ka Walesi në grup dhe pretendimet që ka edhe masi të kalojnë grupin. Megjithatë ne po bëjmë përpjekjet tona që të arrijmë bëjmë një përfaqësim sa më dinjitos normalisht atje, po pretendojmë të marrim diçka, sepse ndoshta atë ku mendoj që kundërshtaria është shumë i fortë, ndoshta na del më lehtë për të marrë një rezultat pozitiv që ne e presim realisht. Po ne realisht përveç që ne kemi edhe Almahilin mungesë, normalisht kemi edhe Ndrina Lezën, kemi mungesa, nuk është se nuk kemi mungesa, por ne dim që forca e këtij ekip është grupi, edhe grupi edhe ka nevojë për këto lojtarë cilësore që na mungojnë, por edhe me rikthime që kemi, edhe sidomos shumë e rëndësishëm që edhe bërja e pasaportës Melis, besoj që do na ndihmojnë sepse forcohet grupi, forcohet konkurrenca dhe normalisht kur ke konkurrencë dhe kur ke një grup të fortë pretendon për rezultate më të mira. Ndeshja e parë mes Walesit dhe Shqipërisë do të luhet më 14 prill në ora 20:15.